Mesim tek zhvillimet aktuale, jemi drejt për drejt këtu në të shtatë dhe tani është momenti që të flasim për protestën që do të mbahet më 13 dhjetor në Shkup në kërkim të drejtësisë për ish-krerët e UÇK-s që ndodhen në Hag. Por nga ajo që kemi parë, kryeministri i Maqedonisë së Veriut ka dalë kundër, nuk e mbështet këtë protestë duke cilësuar si një lëvizje të gabuar, por për të gjitha detajet dhe për ato se çfarë do të ndodhë me 13 dhjetor, do të flasim me Gazmend Sylen, në kryetarin e OVL e UÇK-s, të cilin besoj të ta kemi. Zotri Syla, mirë se erdhët. Faleminderit protesta. Faleminderit juve. Pra sot është konfirmuar që protesta do të jetë më 13 dhjetor në Shkup, ndodhë se ka pasur disa aludime edhe më herët që protesta e radhës mund të jetë atje. Çfarë dihet deri tani për këtë protestë? Po në fakt mbarë në aktivitetet tona si kategori dole nga lufta UÇK-s, paraqit që një protestë ndodh në Shkup, edhe pse kjo është paraqit ndodh më herët, por për shkak të zhvillimeve që kishin ata atje zgjedhjet lokale pro Maqedonia e Veriut, ne nuk dëshirum që më bo, ndoshta thonë ndryshe mollë sherri, eventualisht me ndiku në këtë proces atje. Edhe për ata kem shty për disa ditë, e pastaj ndodhi kjo vizitë e Zotit Ahmeti që është këtu në dyrat tona, në organizovat e veteranëve të luftes na vizitoi, edhe u dakorduam që mund mbajtë edhe protesta tani atje, me qenë se kish përfundu kishin përfundu ky proces zgjedhor atje. Dhe sot ne e konfirmuam datën, sepse kishim mbetë data se kur do të vendosim, ora, sheshi, këto gjëra të tjera. Edhe mbrëmje jemi ndëgjuar me zotin Ahmeti edhe kena marrë vendim që kjo protestë po mund mbajt në datën 13 dhjetor, ashtu si gjithë ato ju, në ora 13 në sheshin Skënderbej në Shkup. Prandaj ne kemi bërë gjithë ato procedura që i bëjmë edhe në shtete tjera, kur kena bërë protesta qoftë në Strasburg, qoftë në Den Haag, po edhe në Shqipëri. Kem kërkuar nga organet kompetente që më na japin mundësinë për ne kriju kushtet për mbarvajtjen e një proteste në nivelin ashtu që është më së miri. Kush po e mbështet protestën atje? Pra për dalë më pas tek reagimi i kryeministit, kush po e mbështet protestën në Shkup? Nga kush keni marrë mbështetje edhe për kraja? Faktikisht na e kemi diskutuar fillimisht me bashkëushtarët tonë atje, që kanë qenë ushtarë të ushtrisë shqiptare kombëtare, por gjithsesi edhe ushtarët të UÇK-s që kanë marrë pjesë në luftën tonë në Kosovë, ku ne kemi pasur nevojë për ta. Jo dhe njëri prej tyre është zoti Ali Ahmeti, është themeluesi i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ideja ka qenë që shumë shqiptarë Maqedoni, jo vetëm këta luftëtorë, por shumë shqiptarë Maqedoni që me organizuar ata me dhënë kontribut vetin në këtë sensibilizimin, nëse mund ta them, gjithë shqiptarët kudo që janë, me tregu këtë pakënaqësinë tonë lidhur me çfarë po ndodhen gjykata speciale atje kundër krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po zoti Ahmeti sigurisht që është i gatshëm, ne nuk e kuptuam drejt kryeministri Miskovski që në zgaboi tha nuk do ta mbështes. Po, ai ka deklaruar që nuk do ta mbështes këtë ide dhe as nuk pajtohet me këtë marshë, ka cilësuar një lëvizje të gabuar. Çfarë është tjetër, nëse ka pasur një kontakt apo thjesht ka qenë ky reagimi publik? Jo, me gjas, kjo është pyet nga gazetarët, po ne fare as që kemi bë ftesë me qenë me ose me na mbështet, ose me qenë pjesëmarrës me një protestë, do të thotë ky reagim ka qenë krejt i panevojshëm sepse ne fare se kemi diskutuar me të, edhe as që na nevojitet diçka. Ky ministri, ne vetëm se kishim dashur ta falenderojmë nëse do të na kishte kriju kushtet tona për mbarvajtjen e një proteste, në këtë rast nuk ka ndodhur ende. Do të thotë në gjitha shtetet e tjera kemi kaluar, që është më së miri organet kompetente, shteti është kujdes. Le që më na jap lejet për mbarvajtjen e protestës, po tek edhe për parking. Domethënë Strasburg shteti na ka thonë edhe këto parkingje mund të shfrytëzoni, janë të juaja. Po gjithsesi jo këtë Maqedonia e Veriut. Po, këtë mos për kraja. Këtë mos për kraja, a e shihni si shqetësuese dhe a mund të ndikojnë në ndonjë tension që mund të jetë? Nuk e besoj, nuk ka më pas, domethënë na nuk kena më provu me ndiku eventualisht në prishjen e marrëdhënieve ndëretnike atje asnjëherë. Faktori shqiptar atje gjithmonë ka qenë faktor stabiliteti. Ju e dini prej marrëveshjes kur ka ndodhur marrëveshja e Ohrit, shqiptarët kanë dhënë kontribut edhe në këtë Maqedoninë që është sot, edhe në shtet ndërtim të Maqedonisë deri orë që është sot. Prandaj në asnjë rrethon ne si UÇK, si ushtar të UÇK-s, po edhe zoti Ahmeti atje nuk kena më provoku një gjë të tillë. Edhe nëse vjen prej anës tyre o diçka tjetër, por ne kemi qëllime krejt tjera. Ne jemi duke shkuar atje me kërku diçka, ne mu vendos drejtësi për një padrejtësi që po ndodhen gjykata speciale, pra asnjësi nuk do të jenë pjesë e atyre lojra politike të brendshme të shtetit Maqedon atje, sepse e mendojmë që nuk është në rregull me bëna një gjë të tillë dhe nuk do të vazhdojmë me bëna asnjëherë, se kemi bënë asnjëherë.
Prandaj, ndoshta është keq kuptuar kjo për shtetin Maqedon atje, po sido që të jetë, protesta do të mbohet, ne kena me i thonë ato që duhet të thejmë, sepse dhe provojnë... Çfarë do të thuhet atje? Çfarë do të thuhet? Nëse dim ndonjë detaj nga dhe kush do të flasë në këtë protestë tani më në Shkup? Folë që do t'jenë, sigurisht, zoti shtëpisë në këtë rast atje, zoti Ali Ahmeti, po ashtu kryetari i organizatave veteranëve të luftës Shtygu Coti, deri tani kemi konfirmuar edhe një djalë, një dëshmori si simbolik, por presim, nëse kemë interesim edhe për dikujt nga Shqipëria ose që për ndonjë personalitet ndërkombëtar, do t'ja japim fjalën atyre sigurisht. Po, natyrisht që edhe në Prishtinë dhe në Tiranë, po edhe në vende të tjera, po i përmendi këto dy kryeqytete shqiptare, kemi parë një interesim shumë të madh, sidomos ajo në Tiranë bëri një jehon goxha të madhe. Cilat janë pritjet e OVL-s nga Shkupi? Po, me njëherë ne si ka orë zoti Ali Ahmeti këtu, edhe ne kemi bërë një paralajmërim që do të ndodhë një protestë. Kem pas shumë reagime për shumë njerëzve, sidomos nga Shqipëria. Na kanë shkuar shumë njerëz, na kanë thonë që me qef do të marrin pjesë aty. E po ashtu shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të gjithë do të jenë aty, sepse ju shihni tani edhe në pak a shumë edhe me rrjetet sociale, po provojmë me i mat këtu, jo shikueshmëria, jo pëlqimet e kësaj kur përqesim lajmin ne. Po është por me herët zoti Ali Ahmeti do të thotë vlonte ajo farë kërkesa për me me ditë. Po, dhe ka bërthiri, që tjetë numri shumë i madh i atyre që dalin. Besojmë që do t'jetë një numër tepër i madh, do të thotë në këtë protestë, kjo deklaratat e këtu në zyrtare Maqedonas në këtë formë besoj që vetëm sa kanë ngrita shqiptarët më sa më shumë atje, deklarata krejt pa nevojshme, sepse kjo protestë do të jetë protestë paqësore, sikur gjitha protestat tjera. Prandaj këto deklarata vetëm sa kanë nxit shqiptarët e marrë pjesë më shumë atje. Po gjithsesi, këtë mos mbështetjet e kryeministit të Maqedonisë së Veriut, sapo e shoh ju thjesht e konsideroni periferike, diçka që nuk mund të ndikojë shumë në atë që është menduar, sepse protesta do të jetë paqësore, siç ka qenë edhe më parë. Neve të kuptohemi drejt as që kemi kërkuar mbështetje për kryeministit të Maqedonisë këtë rast. Asnjëherë, s'u na intereson fare, sepse ne po i thrasim shqiptarët atje, morën këtë protestë me në bashkangjitë. Kushdo që ndjen, edhe ndërkombëtarët që ushin ata, që ndjen që po ndodh një proces atje i padrejtë ndaj disa ish luftarëve të ÇK-s që kanë luftuar për popullin e tyre, ne mirëpresim sepse ne kemi pasur rast. Ju dini, ish ambasadori holandez Den Bosch, nuk ka bashkangjitë protestën dhe ka marrë fjalën. Pastaj ka qenë zyrtarja e gjykatës për krimin e ish Jugosllavi, profesoresha Nevenka Trump, e cila ka marrë pjesë dhe ka marrë edhe fjalë. Prandaj edhe këto personalitete të tjera që kanë qenë pjesë e mbrojtjes, do të thotë deklarimit të tyre zyrtarët amerikanë, edhe këta janë së bashku me ne po ngritin zonin për këto padrejtësi. Prandaj kurdo që vjen i mirëseardhur, po zoti Miskosi nuk ka pas nevojë, do të thotë as me reagu për një gjë të tillë përderisa ne nuk i kemi bërë ftesë me qenë aty. Ai nëse vjen, mirë se vjen, po sido që të jetë ato deklarata vetëm sa nxisin përqarje, asnjëherë unitet në Maqedoninë e Veriut aty. Po. Viti do të përfundojë me këtë protestë apo mund të ketë mbas edhe ndonjë tjetër? Viti do të përfundojë me këtë protestë, kështu ka qenë agjenda kur ne kemi bërë në janar këtij viti, pra kur jemi ullë si organizatë veteranëve të luftës, kemi bërë një plan veprimi, e kjo ka qenë protesta fundi që është para pa më ndodhur pra në Maqedoni. Edhe aktivitetet tjera do të kemi, por në rrafshin diplomatik më shumë. Po sa për këtë protestë, viti përfundon me protestën në Maqedoninë e Veriut përkatësisht në Shkup. Po, ndërkohë sa i përket protestës në Shkup edhe një detaj, sepse kemi folur edhe për protestat e tjera, ftesa të veçanta nuk ka. Gjithmonë klasa politike, kushdo që dëshiron është i mirëpritur në këto protesta, apo jo? Sigurisht, ftesa është e hapur për secilin qytetar shqiptar, kudo që jeton dhe vepron, që ndjen që po bëhet padrejtësi ndaj luftës së shqiptarëve të Kosovës me marrë pjesë në këtë ngjarje, po ashtu, që do ta thotë edhe ata ndërkombëtar që shohin që ky proces ka deviju prej çka është nis në fillim, i mirëpresim, janë mirëseardhur sepse tek e funit liria, drejtësia, dinjiteti, gjitha këto janë drejta universale që nuk mundet më cënu nga askush, as më politizu, prandaj edhe ne ndoshta edhe personalisht do të kisha marrë pjesë kur kisha pa që po ndodh një proces qoftë, cili do të qoftë për disa qeverimtarë që kanë luftuar për vendin e tyre, me qefin më të madh isha kon pjesë asaj proteste kur kisha pa që po ndodh padrejtësi atje. Po, natyrisht që kjo varet shumë edhe nga ajo që do të ndodh në Hag, por OVL-s a ka një plan konkret për vitin e ardhshëm, për fillim vitin, se mbase në këtë fillim vit mund të ketë diçka konkrete nga atje? Vetëm avokim
takime vetëm na kanë konfirmuar disa takime me personalitete ndërkombëtare. Po shpresojmë shumë shpejt me pas edhe vizita prej. Po, cili është qëllimi këtyre takimeve? Emra nuk e di, mbase nuk doni të tregoni, por avokim, me avoku, me tregu shqetësimet tona të bazuara që i kem qitë letër, deri kem dërguar 285 letra për 285 anëtarë të Asamblesë Shtetit të Evropës. Gjë cila ka bëj hoën e vet. Kena marrë feedback, na kanë kthy letrat, na kanë thonë që emaillat që i kem dërguar, na kanë thonë që i marrim, do t'i trajtojmë me respektin më të madh këto shqetësime që ju keni ngrej. Prandaj po mendojna që ne aty bëu punën tonë, kapacitetet tona, ashtu që është më së miri, sepse zoni jon për këtë padrejtësi kam rrinë ata vesh që duhet me ndëgju. Sepse tek disa ju e dini që as nuk i dërgojmë letra fare, sepse e dimë me çështjen e ndaj shtetit tonë, ndaj luftës tonë, po te shtetet mike zoni jon kam rrinë, do të thotë shqetësimi jon kam rritë ata. Gjë për cilën i na falenderuar që na trajtojnë me kaq respekt. Po. Ndërkohë, ju jeni deklaruar edhe për një çështje tjetër dhe keni bërë një thirrje, mos kalonin nga Serbia, nuk ka kush ju del zot. Kjo edhe pasi një shtetas shqiptar është arrestuar në pikën kufitare të Mërdarës gjatë ditës së djeshme, pasi në veturën e tij është gjetur një flamur me shenjat me UÇK-s. Ndalemi pak këtu, temë për cilën kemi folur shumë edhe gjatë këtij viti, ja? Kemi folë jo. Kanë folë për personalitete tjera, amon mos e bëni një gjatë tillë, sepse po luni me fatin e jetës tuaj. Ju e dini kemi qytetarë atje që edhe kanë vdekur në burg atje, qytetarë shqiptarë. Ju kujtohet një bashkëdhëtar jonë që kishte ardhur, nëse zgabojnë nga Anglia, ishte me Fejar dhe nga Peja. Ai u helmua thanë, pastaj vdiq atje krejt. Kemi bashkëdhëtarët tonë, qytetarë kense për krime të kryera gjatë luftës 98-99, i mbajti 4 vjet gjysmë gati. Ky Nezir Mehmeta që u liru para pak kohë, pastaj kemi plot qytetarë tjerë që janë arrestuar me akuzat pa baza. Rastin e policisë të speciale, pastaj këtë rastin e këtij veterani që Avni Çenaj që u arrestuar disa ditë më herët, pastaj disa qytetarë tjerë që po provojnë me ovesh petkun që ata kanë qenë veteranë, s'ka qenë fare, nuk ekzistoi lista tona hiç. Është ai djali Lulzimi nga Peja. Prandaj kjo qasje e Serbisë nuk është që nuk ka diçka e re, ne po na çudit fakti që është luftëtarët tanë po shkojnë kaq lirshëm atje. Çka dihet për A keni ndonjë informacion për rastin e fundit? Me këtë qytetarin shqiptar? Po. Jo, përveç, nuk kemi informacion më shumë, vetëm në media që kemi pa që një qytetar shqiptar me gjas, me qenë se ata i thanë përkatësi shqiptar, po mendojmë se kanë referuar ndonjë shqiptari nga Shqipëria. Po, dhe kjo që e keni thënë se nuk ka kush ju del zot, natyrisht, nuk kuptohet ju i referoheni shtetit apo jo? Sigurisht. Shteti edhe po të kishte vullnet, diplomacia e shtetit tonë edhe po të kishte vullnet që nuk e ka, nuk ka mundësi me i përballu diplomacisë aq të fuqishme që ka Serbia sot në rreth ndërkombëtare. Ju e dini sot raportet tona me bashkinë ndërkombëtare çfarë kemi sot, e çfarë ka Serbia. Ju e dini kur është arrestuar ky Igor Popones, si nuk e di se e pat mbi emrin, në radhë vetë që ofendoi luftën tonë shqiptare. 3-4 reagimet ambasadat të fuqishme në vendin tonë ndodhen po të njëjtën ditë. Ju thanë institucionet tona, ju lutem kujdesuni sa më shpejt kryejnë procedurat ato besa edhe lirimin e tij kërkuan, sa më shpejt më ndodh. E për qytetarët tonë atje ose për luftëtarët e UÇK-s kush reagon? Përpas një postim në Facebook i zonjës Farc, që sa më thonë sa përsyje faqe që thash diçka. Para mendojnë tash shteti as në formën logjistike që ndihmon këtyre personave që arrestohen atje. Pyet në familjen e këtij policit, njësi speciale që ishte për sa kohë atje në burg. Pyet në familjen e Nezir Mehmeta që ishte i dënuar për 4 vjet atje në burg. Asnjë cent shteti jo nuk u ka gjendje spoku për avokat. Po. Ju ndihmu këtyre njerëzve, do të thotë ka hek dorë prej qytetarëve të vendit vet. Po, dhe duke e ditur këtë situatë, ka ardhur një lloj kritike për këta qytetarë të cilët po kalojnë megjithëse e dinë situatën dhe gjendjen se si është. Sidomos edhe ndaj disa mërgjimtarëve që e kanë treguar madje live edhe në emisionin tonë se çfarë kanë përjetuar. Pra, duke e parë një lloj patriotizmi të panevojshëm këtë. Si e shihni ju? Jo, unë e shoh ndryshe. Unë e shoh që luftëtarët e UÇK-s aq të pastër ndihen për veprimet e tyre gjatë luftës çlirimtare, sa thonë që nuk kanë çka na bojnë që s'kemi bë krime. Këta me vetvete ndihen të pastër sepse nuk kanë marrë pjesë në krime, prandaj këta e bojnë këtë punë, thonë nuk kanë çka më na bë, sepse s'kan çka, nuk kemi bë krime gjatë luftës. Jemi të pastër, por nuk për Serbisë nuk e intereson. Serbia është një tjetër Serbi, ju thash nga konferenca me gazetarë.
Miloševiqi është ai që udhëheqi gjatë kohës luftës Kosovë-Serbinë, sot udhëheq një ish ministri i asaj kohe. Do t'i Vučić ka qenë ministri i propagandës Miloševiqit në atë kohë. Ju e din bota krejt. E prandaj është i njëjti sistem. Ju para mendoni tash, ne presim në farë formë respektu drejtat tona qytetarëve të kosovar, prej zotit Vučić edhe qeverisë atje të Serbisë. Ajo s'po respekton drejtat e qytetarëve vet, protestuesve vet, shihni çu sjellën për protestuesve vet. Që sa kohë protesta në Serbi, sa i shtyp zonin që ngritet për studentëve, për qytetarëve vet, e tash na presim që ajo mos sjell me neve para. Në asnjë formë, nuk do të më provu asnjëherë me kalu nga Serbia, sa më larg, bile mund mendoj që luftëtarët e UÇK-s as te Maqedonia, as Maqedonia shëndosh me pas një lloj frike sepse ju dini që asën e kësaj qeverie sot në Maqedoni çfarë ka në raport me luftëtarët. Po, madje kemi parë që praktika është e njëjtë nga Serbia, edhe në momentin kur s'ka të bëj fare me UÇK-n ndërlidhet më njëherë që ka qenë pjesë e UÇK-s. Përpas kësaj, Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë me ato të Serbisë kanë marrëveshje për patrullime brenda kufeve edhe jashtë kufeve. Do të policia e Serbisë ka mundësi me qenë me patrullu në Maqedoni. Aty mundet me rastis me taku në luftëtarët të UÇK-s, edhe lërshëm e them, me kin taku edhe me çu deri te kufiri me Serbi dhe me thonë personin fjalë ne kemi arrestuar gjatë kalimit në pikën kufitare. Sepse s'ka kush tjetër me dëshmu të kundërta. Prandaj nuk do të me marrni as veprim me provu me kalu. Kemi alternativa plot, që është Shqipëria gjëra gjatë. Kemi plot alternativa tjera që ne nëse kemi nevojë me shku qoftë në Evropë, qoftë në vende të tjera, dhe jo asnjëherë me provu me ra kasëri. Mirë, zotri Sylla, ne ju falenderojmë shumë, ju urojmë shumë sukses njëkohësisht edhe me protestën në Shkup, nga ajo që kemi parë deri më tani me siguri se shqiptarët edhe një herë tjetër do të sensibilizohen dhe do të jenë bashkë për të kërkuar drejtësi. Faleminderit shumë juve, pa juve s'kishim mujt asnjëherë me i bë këtë protesta kaq madhështore, kështu që falenderojmë që na përcjellni gjatë këtij kohës në aktivitetet tona. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për bashkëpunimin, dëgjojmë në raste të tjera.